Personat që hanë çdo ditë vezë të zjera duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njerëzit. Sipas informacioneve të Brightside, ato bëjnë pjesë në listën e 10 top ushqimeve më të rëndësishme për të konsumuar për një organizëm të shëndetshëm. Por cilat janë vlerat e vezës dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur konsumoni vezë të zjera? Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore, të cilët përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët përmbajnë 6 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet e bardha e vezës. Vezët janë të pasur me ushqyes të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një vezë e vetme do të ofrojë proteinë cilësore, gjithashtu edhe vitamina, minerale të domosdoshme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët, të cilët i mbajnë qelizat më të shëndetshme, më të mbrojtura dhe të plota. Vezët do të ulin gjithashtu nivelin e triglicerideve në trupin tuaj. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për një shëndet të mirë. Vezët, veçanërisht ato të cilat konsumohen të freskëta, janë efektive në mbrojtjen e organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e vezës së zjerë, këshillohet ta konsumoni atë vazhdimisht në dietën tuaj. Vezët e zjera veçanërisht janë të pasura me omega 3, duke se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve dhe të përmirësojnë ndjeshëm organizmin tuaj. Vezët ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë mund të ulë riskun e ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi sipas Healthline, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë në 30% më pak të riskuar të humbasin jetën si pasojë e problemeve të ishemisë. Vezët janë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të riskuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme falë një regjimi ushqimor ku përfshihen edhe konsumi i vezëve të zjera. Gjithashtu, studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë një vezë në ditë kanë më pak komplikacione, sidomos të shëndetit të zemrës. Vezët të ngopin për më gjatë. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur për më gjatë ditës. Por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Antioksidantët e vezës mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë komplikacione të ndryshme. Antioksidantët gjenden më shumë te barishtet, por vezët janë një burim i mirë falë yndyrnave që lehtësojnë përthithjen e tyre. Vezët janë të mira për një mendje më të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit, gjithashtu edhe komunikimin qelizor nervor. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë veçanërisht e rëndësishme për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj do të marrë mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës në organizmin tuaj mund të shkaktojë përkeçim të kujtesës. Ndaj konsumi vezëve të zjera në mënyrë të rregullt do t'jap përfitimet e duhura për mbrojtjen e shëndetit. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një regjimi të kujdesshëm kryesor shëndetësor. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezëve të zjera është sigurisht përgatitja e saj në formën e tyre sa më të lehtë, siç është zjerja natyrale. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur konsumoni vezë të zjera në dietën e përgjithshme? Sipas Brightside, në këtë video do ju njohim me përfitimet shëndetësore që vezët e zjera do t'japin në organizmin tuaj dhe gjithashtu do të ndikojnë në rritjen e përfitimeve të vlerave të trupit. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt në gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit.
Sipas të dhënave, ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor mund t'ju ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vezët janë gjithashtu të pasura edhe me produkte natyrale mjaft të rëndësishme siç janë yndyrnat e mira. Vezët e nxjera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit dhe ulin në riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe kundër problemeve të yndyrnave në trup dhe rregullojnë edhe luhatit e sheqerit në organizëm. Vezët e zjera janë një nxitje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit, duke ofruar kështu edhe nivele të larta të proteinave cilësore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha, proteina ndihmon edhe organet të trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave, duke i kthyer ato në një produkt fantastik në rritjen e përfitimeve të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vezët e zjera janë të mira për shëndetin e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitamin është thelbësore gjithashtu për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Mbron membranën dhe ulë riskun e plakjes ose prekjes së shikimit nga dobësimi i moshës. Gjithashtu, vezët e zjera janë një produkt fantastik për të shtuar në dietën tuaj nëse doni të keni kocka më të forta. Vezët e zjera janë të pasura kryesisht me vitaminën D, vitaminë e cila është shumë e rëndësishme për kockat dhe për dhëmbët tuaj gjithashtu. Ndaj, konsumi i vezëve të zjera në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e shëndetit të nyjeve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Këshillohet të konsumoni vezët e zjera rregullisht në dietën tuaj. Ndikimi i tyre do të jetë gjithashtu mjaft i plot, sigurisht nga forma e përgatitjes së saj. Vlerat e vezëve do të jenë edhe më të larta. Vezët e zjera janë mënyra më e mirë për të ndikuar edhe me përfitimet e saj në dobi të shëndetit. Veza e zjerë është një nga komponentët më të shëndetshëm të vakteve tuaja ditore, duke cilësuar atë si një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e përfitimeve të trupit tuaj. Megjithatë, përveç se është një vakt i shijshëm dhe ushqyes, është e rëndësishme të dini se vezët e zjera duhet të ofrojnë shumë përfitime nëse i gatuani si duhet. Për të garantuar sigurinë kur konsumoni vezë të zjera, është thelbësore t'i gatuani ashtu si duhet. Vezët e zjera duhet të zihen të paktën 10 minuta që të forcohen plotësisht. Kjo periudhë garanton edhe që pjesa e brendshme e vezës është plotësisht e sigurt për konsum, pasi mikroorganizmat e mundshëm mund të shkaktojnë edhe helmim në disa raste. Nëse keni përgatitur një sasi të madhe të vezëve të zjera, këto janë disa këshilla kryesore që mund të qëndrojnë të freskëta si duhet vezët për një periudhë më të gjatë kohore. Nëse vezët e zjera do të mbahen në frigorifer, ku mund të qëndrojnë të freskëta për të paktën 7 ditë nëse janë në lëvozhgën e tyre. Gjithashtu, vezët pa lëvozhgë megjithatë rekomandohen të hahen brenda 5 ditëve. Vezët nuk duhet të qëndrojnë më shumë se kaq, pasi mund të helmoheni, pasi ato janë të lehta për të prishur. Megjithse ngrirja siguron përfitimet e mira të mos u mbasin nga veza, është e rëndësishme të mos i ngrini shumë vezët dhe të mos i mbani për një periudhë të gjatë në frigoriferin tuaj, pasi mund të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja shëndetësore dhe të krijojnë gjithashtu komplikacione të rënda të shëndetit. Sigurohuni të konsumoni vezë sa më të freskëta në dietën tuaj të përgjithshme. Kështu ndikimet e tyre në dobi të shëndetit do të jenë më të plota dhe nuk do të shkaktojnë helmim ose edhe dëme të tjera të organizmit. 1 deri në 2 vezë të zjera në ditë janë më se të mjaftueshme për të marrë përfitimet e tyre. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.